një libër e ka parashiku përmbysjen e Titanikut, mirë po e ka bo 14 vjetë për para. Në vitin 1898, shkrimtari Morgan Robertson, në një novel të tij me titullin Futility, e ka tregu një histori se qysh një anije gjigante, e quajtur Titan, sipas këtij autorit, edhe e përshkruar në formën që është e pamundur me u fundos, njësoj sikurse që ka qenë edhe Titaniku, ka tregu që anija goditi një iceberg në Atlantik edhe u fundos. 14 vjetë më vonë, në vitin 1912, Titaniki e ka bo saktësisht të njëjtën sen. Emri po thuaj se është i njëjtë, do me thonë Titan edhe Titanic, madhësia është e ngjashme, icebergun që ka me rok ja ka qëllu, edhe ka pas barka të pamjaftueshme, siç ka deklaru edhe autori Morgan Robertson, që kjo po konsiderohet më shumë si një lloj profecie se sa koincidencë, po kërkosh nuk pedin se çka mundet mu kon ajo.